Tash më veç e paralajmërume dhe në Instagram, të një radio televizionit Steni, se këtu bashkë me mua është fotografi Vetan Osmani. Vetan. Mirë se gjitha. Vetunën kom pas ku që e kom thirë me qenë pjesë në Steni Grote, po me të fotoshootinga, me të fotosesione, me të gripa dhe më në fund edhe erdhë, mirë se erdhë Vetan. Shqyqër që po jena në zonë. Shqyqër që po keni punë, na keni bu mazi se këngëtarët, ma shumë po jeni në zonë njëtë se këngëtarët, jemi me dasma, jemi me... Po si t'jemi në zonë, jenë dhe këngëtarë, që në bashkëpunojmë. Bashkëpunojmë. Sot ishëm me nëjë artist, ose me... Po, sot me një këngëtarë artistë të rejmë. Se kërë tjera sot Vetunën më burin, thaj, nuk e di, thasë... Gjysë t'i kom lonë. Gjysë t'i ke lonë? Kemi vazhdu mas emisionet? Jo, i krymë pak procedur ma shpejt. Kërë e dita që po vi pak... Faleminderit Blerët që përna bëm foto, që na i viber. Fancë jam. Fancë, okej. Me Blerën duket edhe me Afrunën pa të bu një fotoshooting. Po, me Blerën të njëtën. A është problem me punu me Blerën? Po që shme dojnë nga bo shok, tash mo s'ka probleme. A dhe me morë poza për fotografia do të me mësu? O trajnu, bo special. Special. Mirë, të kjo pjesa të fotografia, zakonisht njerëz do e kanë vetë atë fotogen që i thoi. Fotogen. Fotogen. Cëllë është njeri ma fotogen që ty t'ka ra me bashkëpunu me të? Nëse i kinë zetë lërës më është me e Ja, mu dana frishik. Po? Me thonë drejtën shqiptarë... Deri qëtash, sa vite u bërë në karierë? 7. 7 vjetë? 7 për 8, po shqiptarë në përgjithësi janë shumë fotogjena, është shumë shtirë, me thonë të vite këmë punu, me thonë valla që kjo është fotogjena, ose që kjo është që delë mas bukër të ose, po përgjithësi kur du me bo diçka të mire, zxedhe na i ftyrë të bukër, na i ftyrë që është fotogen, që po fotogen, edhe normalisht na fotografat i njohëm cili del bukër, cili jo. Kemi mirë. Ta prikë si ke jakënë, se jakënë guja. Guci me me. Tani, ke reflektat. Mikrofoni, një varë vete. Se dhe me s'kër t'jenë firmë. Mirë, dhe me thonë, nuk kina i dalim të nëj ftyre kështu... Shumë është problem, se ka pasë dhe njerës t'jesh, me thonë drejten, kështë dhe njerës po, kam bo për shtypje në ashtapi rrugës i kom thirë. Edhe ata nuk e kanë di që e kanë qatë potencial, edhe kër e kanë po vetën në fotografi, jënë befasu, edhe që me ju ka qenë një rrugë e re, shumë për tynë edhe kanë fillu për aty me marë seriozisht këtë punë. Se kër i thot një profesionist, që ka shkumenja që jënë fotogjena, kanë menu që veç du të me kanë i bukur. Normal nuk do me thonë që veç me kanë i bukur me kanë fotogjen, më nësi është mi pas vijat e mira të ftyres, mi pas do tipare interesante, edhe kamera me njeri kap ato. Para se me fillu karierën si fotograf, po folje shumë ma për para, në ashtë të të kanë shumë ma i ri. A i ke menu gjithë vetën se fotografa ka linë vetë, që shu ki pas pasionaj për po i ri kur jesë fort nuk e din as ka pushtet. Po e din që je diçka në rrymë atartit, e din që dikon të flenë. Një parate artistin vetën. E vrenë, do më thonë, e kështu që mi po du të me dalë dikush paka shumë me të orientu. E kum pas fatin, e kum taku Fadilin, edhe aj pak ma ka dha një farë orientimi, se kum di që jam për fotograf, po veç kërja kum tregu të fotografi, aj tani ma ka dha në u qëfar drite, u qëfar poze, u qëfar kështë, dhe thash, po ne kërkna fotograf. Se pas na ditë, talent, me dhonë madhezja dritën, edhe pja ty të ma e mora shumë seriozisht. Mi që s'presha me më thonë dikush t'i shka. Para menu edhe Fadel Berisha me thonë. Po ja, ma u kry vull. Vulla atë veç kape punës edhe... Graje. Përveç që fotografan edhe ki mjaft punë si fotograf, a e zhvillan do një punë tjetër që ka lidhe me fotografinë ose... Valla visar, mirë i shkon, po me mujtë që saj mi nejtë gati mirë. S'po mund është... Mjaftën, se kam as shumë angazhime, po në ndëmën edhe ka pak edhe në Shqipni, edhe në për shtetet ku ka shqiptarë në Zvicër edhe shtetet për rreth. Kështu që mjë dalë në krye që ty në mirë, mjaftën. Edhe ma mirë është kur merresh me një punë, ja kushton gjithë energjinë edhe normalisht kur i rren gati punës që s'ka. Suksesi nuk mungon.
Qa duhet para se me bu një fotosesion? Qa i duhet vetë? Mua, nashta i shkon interesant me ditë njerë që duhet me pas ku dhe marrë. Po dhe mua, normalisht e kam studion e gatshme, i kam teknikën hazër edhe gjithë shka është në vend vetë. Si kur jo këtu veç shkoni dhe filloni, i keni kamerat krejt gjithë shka me. A ki nevoj mu relaksu se di shka para se vë fotosesion, se ki problem, mu ka bu rutin tash? Mu ka bu pjesë e jetës, aparati mu ka bu si gjimtyrë, si një dore të re. Është interesant për njerë si dojnë me arë, ata do më thonë bojnë shumë pyetje, shumë kanë stres, kanë, që më thonë, do emocione, se din që kanë me dalë, do kanë vese ndryshme, vetë ata nuk e din, kur të vinë aty që kanë mos sjellë, që kanë me dalë para aparatit, ako me keshën e ju. A me keshë të tash, a me nejtë seriez? A ka me keshë mu fotografi që s'po di, edhe me vinë ngushtohen. Ka dhe njerës që nështë vinë pak me atë... Tani do i marrin antarët e familjes, kështu tani atë që vjen marrë vinë tyne. Tani është ma mëlla, tani do të me qitu në pak si jashtë, si me të mirë, me thonë që kësë s'po njët mirë. Ka dhe rastë. Ka dhe rastë. Kote fundit të kara ma shumë me dasma me siguri, me njerës... Jo, me dasma jo. E kam fjallën me qifte. Ja, heza. Kara, ha? Jo, ha? Me rahëm kara, po unë s'kom dashte. Pse? Po kom punë bagi shumë me këngëtarë, me modele, me revista, me firma ndryshme, në tonë. Fotografa dasma vjen tjerë, unë jam fashion fotograf. Dhe më thonë, ma shumë bëj fotografi artistike, diçka me me bërë. As theje sa të te? Hajtë bërë veç, pësa kjo u martua që po të në ma lypë shërbim. Ti para pri me këshirë qa për thumë. Mirë, atë kujtohet për afërsisht këto 7 vjetë, sa fotosesione? A e ke menu në erë sa fotosesione? Me thonë drejtën e ku menu me i numëru, të thësha kur ta bëj një 10 vjetor të punës, edhe kom e bo një ekspozit besoj, aty kom e nu që do të mi numëru edhe veç për korresht me di sa njerës që kom prafu, po shumë ka. Veç i shoh folderat, kompjuter themin është... Ka për e tyne dhe që s'jam kequ fotot e. S'kesha marrë, s'kesha marrë. Po fullim për vetit tash. Kjo është vesi fotografa, më thonë, është shumë problem, sa shumë frafujmë, edhe pse më nëmi me njëjtë shumë korrekt, po në një tikë. Tikë në një. Mirë, e kështu të sa fotosesione mbrana ditës mas shumë të kara më një bo? 5. 5 fotosesione? 5. Është problem një bo kështë të një mas një? Jo, se kër jam merë dorën, edhe s'është problem, po më ka ra edhe me njerës shumë, dhe më në konkurset e bukurisë, ka ndodhë dhe në 40 njerës për një ditë. Mi bo fotosesion, jo ka një foto. Fotosesion, që i bjenë, sa foto për në? 3, 4, 5 në vare, dhe më thonë, kur kemi punu, dhe më zakonisht gjitha projektet për një stimishin që kemi bu. Si të më top model? Top modeli, Miss Universe, dhe më thonë, gjitha këto që kemi bu. Ka pas shumë njerës, dhe më kemi punu të anë ditë kur panallë. Aty, dhe më thonë, është mas shumë numëri që këmë frafu të miqë dhe top modeli. Mirë, dhe nuk i ki problem, dhe më thonë. Po të veshjet që i veshin modelet ose modelet, kur nuk bëhet fjallë për një marketing një veshjes, a i përgjith, ja e me një dizajner ekstra për me qima për edhe pëse unë pëdi këto për në publikë? Po, jo mirë është që po pytë, mirë është me pas dizajnerin, se normalisht taj përsa ta ka kry shkollën, më përsa ta dhëtë. Mirë po, kur së dizajneri, të thune, kur s'ka është i bëmbresh. Kur s'ka është i bëmbresh. Kështi që më dhëtë minimu, se për shkak punës që më ka ra me shumë përvoja me pas, edhe ne kom kalit pak synin me di qa shkën mje në kamerë, qa jo, dhe më thonë. Zakonisht e bujna edhe bashkëpunim, edhe me dizajnerin kur të folëm, do na im propozën diçka, unë i tregoj diçka, cili kontrast, cila ngjyrë, cila prapavi, dhe më gjithë shka bëhet në mënyrë ekipore, dhe më kur gjë nuk bëhet vetë. Mirë, cilë është vendin nështë më i bukur që ti ke bëhë fotosesion? Që du t'ka me t'kryo, ka thonë, që të mas mire, më ka dollë fotot, se kanë edhe vendi bukur për shtatat. Tashi, Kosova ka vendet mira, me të vërtet, ka vendet bukura dhe Shqipëria. Ka, si do më thonë, vende historike, po tashi nëse krasë me Paris, do më thonë tjetë synin Paris. është vend që
tonë bota e donë në vend me bu foto. Parisi dhe Londra, aty më ka ra me punum, kështu që i kësha qujtë këto 2 vend, edhe pse gjithmonë rend pari kam vendet shqiptare, vendet historike, natyren, bregdetin shqiptar, gjitha këto. Të më thonë me Paris dhe Londra, në Paris, Londër me kam ke bo fotosesion? Në Paris kam bo me Afrodita Dreshën, Jessica Berberin, një kompani Tarik Ediz. Në Londër kam bo me një modele për disa revista. Mirë. Ka edhe pyetje që të kanë ardhur për në Instagram. A ke pas me ndonjëre prej VIP-a shqiptar lidhje ndonjë? S'kisha me thonë. Kisha thonë direkt. A ka pas vetune? Po na bu si familje, unë që 7 vjetë të punu të nkohen me ta. Po pysim për lidhje dashurie? Ma shumë si familje i na bu, s'kisha thonë lidhje. Lidhje, jo, a? Ka pas spekulime. Ka pas spekulime. Për këm ka pas spekulime? Po, e din media për futbolli. Për Afroditën më duket. Afroditën. Dhe me thonë se në vërteta këto. Kanë qenë në thjesht spekulime. Mirë, sa vjetë është vetoni? Vetoni me sa vjetë? 21. 21, u i për 22 vetoni. Jo, a du të begazua? Dhe pak të ri. 28. Një pyetje që kam bo edhe nëse nuk përgjën, s'ka didi. Mosh avesh numër mos. Po, s'ka fort rëndësi. Ka. A kish mi bo një fotosesion Linda Morinës vetone? Jo, se pak ishtë qitë në i kongë. Në i des. Në i des. Me thonë drejtën e s'ka nevoj, se e kom pa pozat i ka të hatashme. Kungët pas ligjanë për plazhën. Mjaftoj një kafetët. I kafetët e veta shumë artistike që unë me menu shumë gjatë s'kisha ditë. S'kishe ra deri te karrieri. Cila është fotografia e parë që vetoni e ka një veten shumë profesional? Ka qenë me Zana Krasniqin kër është zhjellë mes univers, ka dikon 7 vjetë. 7 vjetë? Po. Në fillim të karrierës, po? Po, edhe po në fillim. Fadilje Frafejke, a i tha mere fa bën një disa fotografi dhe te, edhe mëra, kër e këm pas më besoj këtë që ne i këm bo, ato fotografi. A ke pas emocion ato, drejtëshën bush pak në ato momente, se edhe fillimi... Po, e kisha letë se Fadilje kish bo hazër krejt, në më thonë, e ka regullu bukur, në ngrimere të krejt, më nuk konë si me thonë, si e gatshme, kështu që nuk kisha shumë, dhe kisha një parë sigurie, po fotografi tani kur i posh ma dha një farë besimi që mujnë mu bo gjonat mira. Edhe që ku je këto thash? Qa kena hi. Mirë. Cila është stina ma e mirë për me bu foto jashtë? Që tu të përqenë ma shumë të vjeshta? Se cila ka të qenë? Vjeshta? Vjeshta, se ka shumë kolorit. Edhe pse pranvera preferohet, po vjeshta ka ngjyrat ma të ngrohta. Ka shumë ngjyrën e kuqe, dhe më thonë nuancat e ngjyrës kuqe, gjelbërtat, edhe ta jep një kolorit të hata shumë fotografi. Kush din me nxjerr, është tepër bukur për vjeshtë. Edhe preferojnë shumë fotograf vjeshtë. Jem bo shumë fotografa që e quajnë veten edhe profesionist. Tash shumë nuk muna me thonë kjo është. Kjo është se nuk jemi kësaj këti profesione dhe nuk dimi dallu aq mirë edhe pse se cilën mundën pak a shumë. Qa po menojnë për këta fotografat që po e quajnë veten profesionist edhe nashtan që nuk janë? Po... Se janë bo bajagi shumë tash. Koha është që i përzgjedh kush është profesionist e kush është jo. Se të na nuk ka një diçka që i certifikon ata që me thonë ti e profesionist ose ti jo. Po mas shumë t'i koha, se nëse mënesh me qëndru në skenë, me pas punë, me kriju një imazh të mirë, me punu me njerëz të mirë, atëherë dhe më thonë, ajo është profesionale, se teknika nuk është teknikën me 1.000-2.000 euro për bojnë krejt. Mirë po kur ta këshërsh ka njerë edhe ma mirë që merren me fotografi, dhe më thonë se nashta pe aty të njoftoj një dizajner, ose njoftoj një grimer, ose njoftoj një person tjetër që muj me gjetë vetën, nashta o të një s'ku këna për fotografi, po këna për dizajn. Edhe mu ma kam bo shumë këtë pyetje, këmë ma mirë nashta mu merë, se sa me dalë me pi kafe këtë. Pse jo? Po, se fotografia është
lami që i lidhë shumë njerës. Nuk është veç fotograf, pa ajo ka shumë njerës sila në fotografisë, edhe kështu që a njeri mundet me gjithë vetën edhe në profesione tjera. Mirë, këtë jemi edhe të tash po shohim edhe shumë talent që po din me dojnë fotografi mirë që janë fëmi. Ty të karo dhe bashkë me bo dhe një historie për ardhin. Po, me ardhin. Këtë dhe ki bo dhe do foto që tha së historie. është ardhi që ka bu formë me fotografi, po ka dhe tjerë që po bojnë tash, është bu si lej trend edhe për fëmi tjerë. Po, për teknologjia ka bu të vetën, dhe më thonë, tash edhe fëminja mo një vjetë dy, po ta sosin telefonin, kështë që edhe është bo trend botëror, teknologjia dhe më thonë i ka bu këtë njerës të bukur me programe, me efekte, me sene, po të fëmija është shumë interesant që kanë fillu, se janë lidhë për telefona, ju më bo si pjesë t'yne, edhe pse jo përinde kanë po shumë me rëndësi. Disa, do më thonë, sikur për shembull Ardi, a i ka shumë sukses të malë në për Zvicër, do më thonë, veç e këni pas story një, dhe besoj e njojnë krejt. Menoj që është një trend i mirë, pse jo, do më thonë, dikush nëse ka talent, pse jo mësë me marë pejtë zvoglistë. O kanë ardhi i pari që ke bo prej fëmive? Po, prej fëmive i pari. Edhe qështu ka duk që e eksperiencë, veç ti s'ke full gjatë asë intervistës. Po, është shumë interesant, është a i veç ka bosh foto dhe ma heret shumë, do më prind të vetë i kam bosh shumë edhe... Fotograf të tjerë? Edhe fotograf tjerë në Zvicër edhe në përvene tjera. Po, Kosovë e konë të i pari? Po, Kosovën i pari, shumë interesant se dike aqë mirë me lujt, e bëjke shumë natural, po shumë reflektoj ke mirë, u do ke që e ka dhe me të linde, du me thonë, nuk mujnë gjithë me pas atë sukses, pa pas pak për i mrena, kështë që ajve që u do ke që pe ka që atë yllin që e ka mrena, shkish nevoj shumë u mënuaj, të nejë shumë thjesht, dilke shumë bukur, ma mirë se do të vaj. Vetën, shumë shpejt shkoj, kjo intervist, Shpejt. Pjesa e dytë nezër, vjen edhe nezër. Vetëm po të falenderoj shumë, dhe ako me pos në projekt kështu diçka, apo... Normalisht në projekt diçka të madhë jo, normalisht shootinga në stop, me këngëtar, me revista, me gjitha këtu. Mirë, i pras do foto prej te, me mi bua dhe me bisu. Live, jo se erë në kalume s'mi ke gju. Së më kam pëlqy. S'kam pëlqy, ke prit ma të mira. Ti bëj tjera. Okej. Po më premëtën, kështu që kemi ju votën. Falenderoj shumë vetëm që ishe pjesë e një Falenderoj shumë për juve për pjesën.